Dhimbje nuk e kanë të lehtë, andaj po çajnë me dënis. Kjo me që kjo familje në Gaza mbeti pa dy voglushët e saj që u avran të mërkurën forcat izraelite. Humbjen e tyre mezi po e përballojnë edhe të vegjëlit. Por edhe më të rëndë ka halla e tyre që thot se u pau gjithë ngjarjen kur objekti ra mbi binjakët. Në orën 13:30 ndodhi goditja dhe nuk e dinim si rarën ujat mbi vajzat dhe ato filluan të therresin baban e tyre. Baba, më kap, jam nën mur. I nxorën dhe të dyja vajzat vdiqën, godetën shtëpinë, bini dhe nuk ishte asnjë rezistencë apo armë, vetëm vajza të vogla, binjake 5 vjeçare. Çfarë bën këto vajza të vogla? Ky sulm tronditi gjithë banorët e kësaj zone që bëri pothuajse gjithçka shkrumbehi e lat të vdekur të paktën 20 veta. Me njëherë pas këtij rasti ndërmjetësues arab po punojnë për një propozim që do të përfshinte një armë pushim prej 5 deri në 7 vjet dhe lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura. Më parë Izraeli dhe SBA kanë shtyr Hamasin që të pranojë një armë pushim të përkatshëm në të cilën do të liroheshin disa pengje menjëherë në këmbim të premtimeve për bisedime mbi një armë pushim më të përhershëm. Mirëpo Hamasi ka refuzuar ato propozime dhe thotë se nuk do të çarmatoset për sa kohë që Izraeli mban territore palestineze të pushtuara.